ka filluar bullizmi në Kopësht në moshën 4-5 vjeç. Vajza vinte në shtëpi dhe qante. Ma nuk jam e bukur, ma nuk jam e bukur, ma jam unë e bukur, më vish bukur. Është një sjellje imituar. Ka humbur peshë, 64 kg, ka humbur një njeri. Unë shumë e thjeshtë. Unë kam qenë gjithmonë mbi peshë. Jo vetëm në ndarje dashurore, në çdo dështim timin, pa i ishte i peshës sime, pse unë nuk ja dilja. Ka raste që unë harroj fare që unë jam një personazh që më njohin njerëzit, problem shëndetësor. Unë vetëm prekem, nuk? Pjesa e fundit e emisionit unë pothuajse nuk kam folur fare, kisha rrajet e pulsit në 160, nuk e di se sa më tepër, i masja ndërkohë me orë. The këtë gjë që flet me bjetën në mëngjes. E parë do të them marshallah. Mund ta them marshallah? Të dy jemi njerëz që kemi dështuar nga njëri në një marrëdhënie. Sukses. Fatkeqësisht ndodhi ajo që ndodhi, vjen një personazh që e pranon dhe vetë që nuk merr vesh nga kjo punë dhe ti papritur i gjen veten nga një njeri që nuk merr vesh nga kjo punë të hequr.